Përshëndetje shikues të emisionit Zgjahu, kënaqësi të takohemi edhe këtë javë të sonte me një mysafire shumë speciale. Do të kemi rrëfime jashtëzakonisht mira gjatë gjithë karrierës së saj, shumë të bëjshme si një nga gratë më të zonjat në vendin tonë, ku do të përcjelli mesazhe shumë pozitive dhe një energji jashtëzakonisht motivuese. Shumë kënaqësi të kem sonte në studio deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu. Shumë kënaqësi të kem sot. Faleminderit shumë mirë dhe për mua shumë kënaqësi me qenë bashkë në platformën Zgjahu. Po besoj që kemi me shiju këtë bisedë dhe kështu po rikthehemi mbrapa që nga fillimet e tua. Që nga koha e fëmirisë, si kujton Blertë atë kohë, sepse fëmiria asaj kohe dallon jashtëzakonisht shumë nga ajo që ne shohim sot. Po gjithmonë e kaluara e veçanërisht pjesa e fëmirisë është një memorje e emocioneve, është nostalgji për kohën e fëminisë, edhe si duket gjithmonë ajo që është e largët është më emocionale, më e ngrohtë duket prej perspektivës së sotme. Është diçka që shpesh mundohem ta përcjell përmes fotografive, një pjesë të fëminisë me një qytet për cilin unë flas shumë shpesh, qytez ka qenë atko Skënderaj. Edhe fati që jam rrit e rrethuar me shumë motra edhe me vllaun edhe me shumë miq, mendoj që ka pas një rol në Blertën e ditëve të sotme, njeri që ka qenë gjatë gjithë kohës, edhe si fëmijë, edhe në lojrat e mia me shoqet e shok, e rrethuar me plot njerëz cilët kanë marrë kuptim pastaj në këtë moshën e sotme. E kam thënë edhe në paraqitje tjera shumë nostalgji e madhe kur kemi të mirë që ndonë gjithçka, komuniteti ku kemi jetu, banesa ku kemi jetu, ka sjell shumë ngrohtësi, edhe lidhjet tona me kojshit, me njerëz që kanë qenë përreth, i kanë dhënë kuptim ditëve tona në fëmijëni. Një, po e them, qytet jo me shumë zhvillime, qytet i vogël, po gjithmonë me shumë dashni brenda, me shumë ngrohtësi, dhe e rrethuar me njerëz mirë, me njerëz me cilët kemi nda kohën tonë çmuar. Edhe sot kur e shoh këtë dinamiken e sot me mungojnë çaji pas ditës me kojshit, një kafe mëngjesit që për herë në familjen tonë ka qenë e rrethuar me njerëz të tjerë që kanë hyrë dhe kanë dalë në familje, pra qysh prej mëngjesit ke vrejt këtë energjinë e mirë që e kanë sjellë njerëz, duke doa gjithçka prej vetës, një copë bukë, një ëmbëlsirë, një copë e ushqimit mbetur, për me e rujt këtë raportin e ngrohtë që ne kemi pas në familjen tonë Skënderaj. Tash unë kur kthehem, kam prindrit ende që jetojnë atje, po nuk është ajo dinamika që ka qenë në fëmijënin tonë. Familjet janë dyndur në vende tjera, kanë lëvizur, ka ndru konstruksioni i objektit ose mirë të themi banesës ku kemi jetu. Megjithatë, i kam të freskëta ato kujtimet e qerdhës para banesës, i vendit lojrave, i mbishkrimeve që ende i shoh në muret e banesës sonë, i aty në inicialeve të emrave të shoqeve që ende figurojnë pas kaq shumë vitesh, edhe natyrisht po kam shumë nostalgji edhe mall për ta kthyer veten në atë kohën tonë të mirë të fëminisë. Pastaj Blerta po rritej një vajzë me shumë mandra, po që në atë kohë ka qenë, mendoj Blertë, shumë guxim për me ndru, sepse nuk ka qenë gjithçka ka çokollajshme sa është sot. Cilat ishin ëndrat e Blertës? Dhe sa ke pastaj vështirësi dhe besim në vete se ti një ditë kemi ja dalë një jetë dhe kemi i realizu gjitha këto? Era unë gjithmonë mendoj që prej qyteteve të vogla, aty ku largësia është aq e madhe, ku mundësit janë shumë të vogla, ku shtypja persekutimi është shumë më i madh, gjithmonë është ambicia shumë më e madhe, dhe këtë e vrej edhe në shumë qytete tjera të cilat, ose mirë të them, shumë shembuj të njerëzve të cilët kanë pasur ëndra të mëdha dhe kanë mritë të realizojnë ëndra duke qenë shumë larg prej këtyre ëndrave. Për mua fati më i madh ka qenë që
kemi qenë të rrethuar me njerëz që nuk I kanë shtyp dëshirat edhe ëndrat, ambicjet. Në radhë pari prindve, I nanës edhe I babës, të cilët na kanë leju me ndru me një kohë shumë të vështirë, me shumë peripeci, me shumë sfida, me I rritë 5 fëmijë, me I arsimu, me qenë 2 në punë, njëri profesore, tjetra doktoresh, dhe me qenë të rrethuar gjithmonë me njerëz, po gjithmonë duke na dhënë mbështetje kur ajo të pashoq, edhe atëherë kur ato ëndra janë dok surreale. Prindrit, po edhe familjarë të tjerë kanë qenë ata që na kanë mbështet në guximin tonë për me ndru, edhe sot kur I kqyri 2 fëmijët e mi, mendoj që mbështetja më e madhe që njeriu mund t'i ofrojë fëmijëve është t'ju jap mbështetje për me guxu me ndru. Ka qenë guxim I madh. Edhe unë mendoj që sfidat, ëndrat, përpjekjet tona, sado që janë të vështira, kanë një rol të pashlyeshëm në atë se çfarë ne jemi në sot, guximi me ndru, guximi për mu sfidu, të cilin absolutisht unë e kam pas për herë edhe është inkurajuese, pra po e them, prej gjithë shoqërisë, prej njerëzve që më kanë rrethu, të cilët kanë qenë mbështetës për herë shumë. Lirë ta ka ndru, si çdo fëmijë e para kemi ndru liri. Një brez një gjenerate të lindur në vitin e 80-ra që në moshën 15-16 vjeçare është përballë me mbylljen e shkollave, me pasigurinë e madhe në qytet, me vrasjet e para, në kthimin e djemve të Kosovës, djemve të Drenicës, po e përmendi vetëm një rast, një djarit një familje të jashtëzakonshme të Skënderajt, Selman Vojvoda, që aso kohë ishte ushtar, u kthye në Arkivol, në familjen e tij. Pra kishte filluar në mas madhe persekutimi, dënimi, vrasjet dhe pasiguria në Drenicë, dhe si e re, domosdoshmërisht e ndjen, e para ndjen rrezikun që po jeton me një vend që po e mbyt shpresën e qytetarëve të atij vendi, që po jeton me një vend që ka shumë pasiguri, ka posbllokje gjithandej. Dhe në anën tjetër e shet demonstrimin një gjenerate që do të jetoj, do në shpresë, do dëshirë për jetë, për liri. Dhe këtë e kemi ndjej si gjenerate edhe në mbylljen në mbylljen e shkollave, e para të shkollës së mesme në vitin e parë, e dyta të organizimeve tona që edhe në ato kohë të vështira jemi mundu ta mbajmë njëri tjetrin. Unë e shoh që gjithmonë solidariteti është shumë I madh atëherë kur ka izolim, kur ka dhunë, kur ka përpjekje për ta cenuar lirin. Atëherë mobilizimi, dashnia dhe solidariteti ndërshoqëror, edhe ndërfamiljar është shumë I madh. Ka pas një mobilizim të madh të familjeve në Skënderaj, e para për ta ndihmuar njëna tjetrën për nevojen për mbështetje, sepse ishte shumë e madhe. Dhe e dyta, për ta leju një gjenerat që po vente me dashur vendin, me luftu për vendin, dhe e para mos me ja ndal dëshirën për shpresë dhe për liri. Është admiruese me pa që sa herë që kthehem mrapa dhe I shoh gjeneratën tonë, sheh njerëz cilët sot janë profesionistë pashoq. Shoqe e shok të gjeneratës sime dhe gjeneratave të mëhershme që asgjë nuk I kanë ndalu në ato rrethana të vështira të realizojnë veten e tyre, të jenë sot të suksesshëm profesionet e tyre, dhe unë si e re kam pas shumë ëndra, ndonjëherë kam pas ëndra pavarësisht kënë e kam taku jetë, e kam taku një njeri që e kam admiru për pasionin e tij në profesion, nanën time përmendi shpesh, një grua të jashtëzakonshme që ju ka shërby Kosovës, Drenicës veçanërisht në shërbimet e saj për pacient, në zemrën e saj të madhe, dhe sa herë që kam taku njerëz që kanë ardhur në 2 natës, në 5 të mëngjesit për me trokit, me marrë një shërbim, e kam ndje admirimin në një gruaje që kur nuk është ndalë. Po raste si ky I nanës kam taku gjatë gjithë jetës, e kam pas një mësuese nzyl, mësuesja ime 4 viteve të para të shkollës fillore, që sa herë kam taku në klasë, e kam ndje admirimin që unë duhet jem si ajo. Unë mendoj që këtë mozaikun tonë si njerëz e bajnë rrëfimet e njerëzve, përvojat që ne I shohim të këtë tjerët, dhe
mënyra se si ne dojmë me realizu vetën tonë, me i shërby vendit në forma të ndryshme. Kam taku njerëz të cilët kanë qenë shërbyes doktor, profesor, inxhinier, këngëtar. Kam pas një kohë sepse absolutisht lidhja ime me këtë skenën, me shërbimin, me qytetarët, në secilën formë ka qenë e lidhur me Blertën. E kam dje, për shembull, unë e kam motrën time dytë, Valmirën, që ne jemi rrit bashkë, kemi qenë një klasë për 12 vite, po ajo qysh në vozhlie ka përsaktu kush do t'jetë. Nuk ka qenë njeri skenës, nuk ka qenë njeri masës, absolutisht një njeri fantastik, e dedikuar shumë për familjen, por që nuk e ka pa vetën. E ka pa vetën. Gjithmonë ka qenë ajo që më ka thonë, po ti Blerti këtu, unë këtu jam mbrapa. Dhe gjithmonë ajo më ka ndihmu për me mri, me realizu edhe një Blertë, cilën unë e kam dasht, e që po e them pak këtu dromcat e vogla, grimcat e vogla të kujtimeve të fëminisë, nuk ish pas kuptim as kjo Blerta që është sot. Blerta e cila merr pjesë në gjitha programet shkollore që organizon shkolla në orë letrare, Blerta që merr pjesë në për programet kulturore të shkollës klasës, që prezenton, herë këndon, herë është diku një pri një organizimi vullnetar, herë është në media e mandej është prap në skenën e teatrit të Kosovës. Këto janë disa dromca që secili gjenë angazhimin e vetë për me pa tashmen sot se ku jemi. Blertë, do të ndalim pak edhe tek periudha e luftës. Arsyeja e emisionit Zgjohu është tek njerëzit të përqojmë një histori motivuese, që Zgjohu reflekton jetën se pa marrë parasysh atyre vështirësive me cilat ti përballesh në jetë secili nga ne jemi për një mision të caktuar, cilin duhet ta realizojmë dhe nuk duhet ndalemi kurrë. Dhe përmes historive tuaja, njerëzit padyshim që motivohen shumë, sepse ata mendojnë kur ju shohin në televizion që gjithë nga ne kalojmë vetëm momente të lumtura në jetë, vetëm momente të mira, por sikur nuk i shohin këto prapa skenat dhe këto sfidat me të cilat ballafaqoheni gjatë gjithë kohës. Si e kujton periudhën e luftës, Blertë, sepse ka qenë dihet periudha më e vështirë e vendit tonë? Absolutisht. Edhe unë sot si prind lutjet e mia më të mëdha janë që kur të mos përsëritet diçka që gjenerata e tëre shqiptarëve ka përjetu, është vetëm ai që nuk e përjeton, nuk e din. Ne si fëmijë 16-17 vjeçar nuk ishim përballë me luftën. E kishim pane për filma televiziv, por nuk e kishim ndjerë që çka do të thotë me qenë pjesë dhe me pa parateje çfarë po ndodhë. Edhe tu jetu me një qytet që kishin fillu organizimet e para të paramilitarëve sërbe të aparatit shtetëror të Serbisë për persekutime, dhunime, besa dhe organizimet e para të luftarëve të lirisë. Një pjesë që historisë së shtetit i ka dhënë shumë. Nuk e se si të mos e ndjesh atë emocionin, s'kisha me thonë frikën, sepse është interesante që kur je në atë zonë, në kujtesën time, i kam gjithmonë familjarët tonë që kanë jetu jashtë vendi dhe gjatë gjithë kohës, kanë lexu, kanë dëgju lajme, edhe duke ditë që po ndodh lufta në Drenicë, kanë qenë shumë të shqetësuar. Ti kur je vetë brenda asaj zone, ose mirë të them, brenda territorit ku po ndodh lufta, e di që nuk është frika ajo që zë vend, sepse në të njëjtën kohë në Drenicë ndodhen masakrat e mëdha. Unë e kujtoj përballjen time të parë me njerëz të vrarë të masakruar në Prekaz, masakrën mbi familjen Jasharaj, si e re me kolegë të klasës, shkum në vendin ku ishin të vendosur trupat e tyre, dhe ndoshta ka qenë njëra prej pamjeve që thellë kur nuk kam u largu prej kujtesës sime. Përballja jam e parë me një krim monstruoz, një gjenerat e trive të rejave që për herë të parë e kishin të shpërfaqur para syve brutalitetin, dhunën, krimin mizor mbi fëmijët, mbi pleqt e familjarë të cilët
ishin masakruar në masakren e Asharajve. Ndoshta është momenti i parë kur ti e sheh ndikimin e madh që kishte ky rast për mobilizimin e shqiptarëve gjithandej, një solidaritet cilën ne kemi pa si zonë pastaj me ardhjet me mbështetjen e para për procesin e varrimit, dhe e dyta për mobilizimin ton për luftën e cila mori për masa të tella. Këto masakra pastaj nuk kanë qenë vetëm mbi këtë familje emblematike, ishin në Likosha, në Qirez, në Avri, në Rezall, në fshatin tim, e gjithandej nëpër Kosovë, ku lufta po vazhdonte të merrte për masa të tmerrshme. Edhe ndoshta ndër kujtimet më të mira, edhe është fatkeqësi që në kohën e ndaljes së parë publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës në varrimin e mësuesit Halil në Llaush, në ceremoninë e varrimit të mësuesit, kur ishte dalja e parë publike e UÇK-s, nuk ishte as o kohet, as aparat, as fotograf, përveç misioneve ndërkombëtare, të cilat kishin mbërri që të vinë, fotoreporterëve që kishin mbërri që të vinë të shpërfaqin një ushtri e cila po dilte në skenë për të ndalur gjenocidin dhe krimin, edhe që po provonte që të organizohej për t'i dalë ballë një aparati të tmerrshëm shtetëror edhe të ri në një varrim masovik e kam ende para syve atë dalje publike që për mua ishte dalja më triumfuese e disa djemve të ri cilët kishin guximin një guxim të pashot që krahas atyre masakrave që po ndodhnin, ata të organizoheshin për ta mbrojtur popullsinë shqiptare, popullsinë civile dhe për t'u zotuar se do t'jenë aty deri në bërjen e Kosovës shtet. Ndoshta e gjithë fokusi jonë si gjenerat pastaj ka qenë që të merremi me këto ndodhi. E kujtoj ne aso kohë kishim libra të vogël, leksikone që shkruanin kujtimet. Fatkeqësisht më është shkatru, nuk e kam gjetë pas luftës në banesë. Kanë qenë sopzat kujtimeve që çdo ditë jam mundu t'i shënoj me date, me ditë se çka po shoh dhe çka po ndjej unë si e re në atë kohë të kësaj dhune. Pastaj ka qenë tash drama tjetër e familjes tonë që në masakre në Rezall ne kemi humbur një pjesë të madhe të familjarëve të ngushtë edhe të gjerë kusherive, në mesin e tyre edhe agjer në moshën 38 vjeçare që në atë masakër i la 2 fëmijë jetim, si plot kushëritmi të tjerë. Dhe këto beteja tona pastaj për kisha me thonë për rikthim në jetë, për rikthim të shpresës, për ardhjen e lirisë, kanë pas kosto të jashtëzakonshme për një pjesë të madhe të familjeve në Kosovë që e kanë ndjej thellë që liria nuk fitohet pa gjak, liria nuk fitohet pa sakrificën e atyre familjeve që një pjesë e tyre ende i kanë varret e hapura. Javën e kaluar në marshin e drejtësisë e kishim në skenë një familjar të herojit të zhdukur të Kosovës, Gjavit Hazirit, edhe sot e ndjej atë demonstrimin, fjalimin e tij kur e thot që unë sot nuk kam një varr ku të vendos një buqet lule, por kam zë të flas për mira, viktima e mira të pagjetur të cilët ende vazhdojnë të figurojnë të zhdukur, ndërkohë që Kosova e ka sot shtetin e saj. Dhe ky është çmimi që shumë familje i kanë pagu në Drenicë, në gjithë Kosovën, se unë po flas për pjesën e rajonit tim, po lufta ka qenë e thellë kudo nëpër Kosovë dhe kudo kemi gjurmet e saj, të cilat ende vazhdojnë të jenë atje për të na rikujtuar se sa e rëndë dhe sa e tmerrshme ka qenë gjithë ajo që kemi përjetuar si popull. Shumë humbje, pas gjitha këtyre humbjeve, dhimbjeve që janë përjetuar në atë kohë, sa ka qenë e vështirë Blerët me vazhdu përpara? Gjithmonë kur
kujtoj familjet të cilat kanë humbur gjithçka, ose më mirë të them kështu, ne jemi njerëz dhe ndonjëherë nuk kemi ditë të mira, kemi ditë me sfida, ditë më të mërzitshme, ditë më të frydhënëse. Dhe sa herë që zgjohem ndoshta me disponim jo të mirë, i them vetës që duhet kujtojmë shumë nana të cilat i kanë humbur fëmijët e tyre, të cilat i kanë dhënë Kosovës të vetmin fëmijë, të cilat i kanë dhënë Kosovës krejt çfarë kanë pasur e sot vazhdojnë ende të jetojnë me shpresë. Pra Ferdonia, ose mirë të them pasardhësit sot familjes Jashari, Vasfia, e shumë heroj të pa dëgjuar e të pa lexuar të Kosovës, ndonë se kanë pas tragjedi të panumërta, ja kanë kujtuar vetës se duhet të jenë aty për ta vazhduar jetën, për ta vazhduar ndërtimin e shtetit dhe për të qenë aty pjesë e historisë së popullit shqiptar. Edhe po e di, sidomos familjarët cilët kanë dhënë gjithçka për Kosovën, kanë dhënë bijtë e tyre, kanë dhënë bijat e tyre, gratë e Kosovës, një grua jashtëzakonshme që unë kam pjesë të familjes time dhe e cila kudo në kujtesën time çdo ditë është një triumf i grave të Kosovës, është bashortja e herojit Ilas Kodra, që unë e shoh, e kam ndjer forcën dhe energjinë e saj, që ndonë se ramja e Ilazit e kishte lënë 7 zënë në ditën kur bashkëshorti i saj kishte rënë për Kosovën, ajo ishte me barë, po e priste lindjen e krenares. Forca e saj për të qenë para një pasardhës e denjë familjes, e dyta për të rritur 2 vajzat e saj me nder, me respekt, me përkushtim. Dhe energjia e saj për të pritur e përcjellur musafir, për të ndarë me ta rrëfimet, tregimet për familjen, për të ruajtur dinjitetin e respektin e një heroi të Kosovës. Këto të sobza të tregimeve gjithmonë më kanë shërby sikur ajo që ne duhet jemi të fortë për ta vazhduar jetën, edhe për qenë zot që të bëjmë më të mirën për vendin tonë, që të angazhohemi për det. Pra rrëfime si të Kimetës, ka në kënd Kosovës, ka gra të cilat mezja kanë dalë me sfidat, por që kanë qenë shembuj të jashtëzakonshëm shoqërisë tonë, dhe që sot nganjëherë mendoj që ju kemi hyrë edhe në hak, sepse kemi folur mbase pak për to. E rrëfimet dhe tregimet e historia e tyre është historia e re e shtetit Kosovës, duhet ndërtohet mbi atë triumfin dhe zonjat e hekurta që kanë qenë të pazëshme, po që ja kanë dalë të vetme, ja kanë dalë me mbështetjen e familjeve, po pa bashkëshortet, pa djem, pa vajzat, me humbjet e mëdha që i kanë pas, gjithmonë duke e ditë që pesha e Kosovës shtet është bërë me kontributin e secilit prej tyre. Shumë e vërtetë, do mendoj që gratë, nana tona janë definitivisht gra heroina. Të ndalemi blerët pak se cekë dhe raportin me nanën tënde, duke tregu dhe kontributin e saj në periudhën e luftës. Na trego pak për raportin tuaj dhe këshillat që gjithmonë i mban mend saj, që ty të kanë ndihmu me u kriju për këtë blerë që ne e shohim çdo ditë sot, ka çdo zonjen. Era ne jemi 4 motra dhe se cila është personalitet në vete, se cila sa herë takohemi e shoh sa jemi të ndryshme, aq jemi interesant, sepse se cila përfaqëson diçka. Por unë nuk e di nëse ndonjëra prej neve ka gjithatë madhështitë të nanës, edhe madhështitë një gruaje modeste, një gruaje të jashtëzakonshme që kushdo që e nje edhe kushdo që njëherë në jetë e ka taku, nuk mund të mos mishnohet me personalitetin e saj. E para një gru e jashtëzakonshme prej një fshati vojnik të Drenicës, e cila në vitet hershme kishte vendosur të thynte barierat e arsimimit, edukimit të grave. E rritur për një familje që e kishin mbështetur shumë gjyshi, i ndjerë dhe dajt, ishin angazhuar herët që ti mbështesnin në arsimim, nanën, tezën, dhe të ndikonin që të thehen ato barierat që edukimi, universiteti, shkollimi duhet të takoj vetëm burrave.
Ma tha një ditë një shoqe e saj e fshatit, tha, doktoresha kur ka shku në studime, tha, ne gjithë kemi dalë në obar në fshatin tonë për me përcjell një vajzë të re e cila e kishte fatin po edhe mbështetjen e familjeve, po nuk u dorëzu kur për me qenë shembull inkurajues edhe për ne fëmijët. Sot në raportin tim me vajzën, jo rralli përdori ato shprehjet e saj, për shembull, mami ka pas diçka të jashtëzakonshme që kur nuk është lodh shumë për punë të shtëpisë. Për të ka qenë gjithmonë prioritet libri, edhe sa herë që na ka pa me libër, bile ndonjëherë për më ik punëve të shtëpisë, ere kapshim librin, sa me thonë, sepse aty pushonte gjithçka. Ajo ka pas, sidomos tek ne vajzat, e ka pas prioritet artsimimin, edhe unë mendoj që ka ndiku bashkë me babin që motrat me qenë se cila në profilet e tyre të zonjat, edhe se cila mu bo e zoja vetit, po me qenë shembujt mirë shoqni. Ka qenë grua rept, sepse nuk ka qenë let në kohë të periudhës luftës me qenë prendi 4 vajzave, një djali, me qenë doktoresh, me qenë anvise. Unë nanën e kom pa para dite me mantillin e doktoreshës, pas dite me punë të shtëpisë, mbrëmje me musafirt, në mëngjes me tavolinën plot me ushqim, me këshilla, me kosto të madhe, po unë besoj që si nana janë të gjitha nanat tona shqiptare, të cilat kanë sakrifiku dhe kanë dhënë gjithçka nga vetja për mi ba fëmijët e tyre të zot, një kohë shumë të vështirë. Koha sot është krejt tjetër, edhe shpesh i kthehem me thras në telefon edhe i them nan, të kum hinë është në hak, se sot e shoh si prind sa vështirë është me marrë vendime për fëmijën tonë, me qenë aty kur ato ëndra tyne janë shpesh të paarritshme. Mos m'ja u lëndu egon dhe krenarin, mos me i lëndu në kohën kur ambicjet e tyne shpesh janë përtej realitetit. Pra ajo ka qenë aty me babin gjithmonë, për mena njani ka qenë, unë shpesh e thëmë, polici mirë dhe polici i keq, se kështu kanë qenë dy prind. Po ata kanë mri për me na mbështet në secilin periudhë, me na ndihmu në procesin tonë të edukimit, me na ndihmu me mri, me qenë këta që jem edhe. E para edhe gjithçka që kujtoj është që çfarë do që ajo ka bo një jetë, shpesh më thotë që e bëj për veti, se bëj për dikan. Gjithçka njeriu duhet me qenë i mirë, mundu me bo punë të mira, edhe mja u lanë pastaj të tjerve këtë çështjen e gjykimit. Është një njeri shumë modest, ka një herë, shpesh i thëmë, nuk e di sa da është dhunti modestia, po nëse ka një personifikim të modestis, unë e personifikoj më smirit e nana, dhe ajo më ka shërby për me pa që veç puna, angazhimi, përkushtimi saj, kanë qenë vlerat cilat një gru në rrethanat të kohës kur analfabetizmi e primitivizmi kanë qenë shumë të mëdhej për shkak të rrethanave të kohës, ka arrit me i thy paragjykimet të shoqnisë, me u bë gruaja e parë doktoreshe në rajonit të përsekutun, të shtypun e ku lufta ka qenë gjithmonë e pushtetit serb e pandalshme. Po të shoh duke folë për nanën me shumë emocione, po jo vetëm për nanën, por për gjitha këto gra që i përmendëm deri tani. Sese zonja është ajo ne nuk e kam taku asnjëherë, por realisht kam kontaktu me ta, sepse ajo ka një surprizë shumë të mirë për ty, sepse ta ka dërguar një letër. Një letër jashtëzakonisht e bukur, cilën do ta lexoj sot. E dashura ime Blerta, që nga dita kur erdhe në jetën tonë, ti u bëri drita e shtëpisë sonë, edhe bekimi më i madh në jetën time. U rrite e qetë, e mençur dhe me një zemër të pastërt, që e vogël tregoje vendoshmëri, guxim dhe një vullnet që nuk u thye asnjëherë. Të kam parë të studiosh me përkushtim e sakrifisë. Ke qenë gjithmonë ndër më të mirat, nxënëse shembullore dhe krenaria jonë. Gjatë studimeve u përzgjodhe si buriste në një vlerësim të merituar për mundin dhe dijen tënde. Me të njëjtin përkushtim vazhdove rrugën akademike dhe sot je edhe mësimdhënëse në universitet, duke ndarë dijen me breza të rinj. Sa krenare janë për ty bia ime, por rruga jote nuk u ndal me kaq.
me dignitet dhe besim të madh, shërbeve në 7 legjislatura si deputete në Kuvendin e Kosovës, duke përfaqësuar qytetarët me ndershmëri, guxim dhe përkushtim. Çdo fjalë jotja, çdo vendim, çdo qëndrim ka qenë i mbështetur në vlerat me të cilat je rritur. Sot, kur e kthej kokën pas dhe kujtoj çdo hap tëndin, zemra më mbushet me emocion, mall e krenari. Ti je forca ime, je arsyeja pse besoj se puna, ndershmëria dhe sakrifica shpërblehen gjithmonë. Uroj që rruga jote të vazhdojë e ndriçuar, që Zoti të mbrojë në çdo hap dhe të jap shëndet, paqe e sukses pafund. Mos harro kurrë sa shumë je e dashur dhe sa krenare më bën çdo ditë, me gjithë dashurinë e zemrës, mame. Faleminderit tjera shumë, faleminderit. Faleminderit. Fjalë shumë të bukura. Unë e vlerësoj zakonisht shumë raportin e vajzave me nanën që e kanë. Aq më pak gjithmonë them që nanat tona kanë sakrifikuar shumë, kanë sakrifikuar në një periudhë kur kanë bërë shumë pak dashuri dhe kanë jep shumë dashuri të sinqertë. Dhe kanë bërë gjithën papritur duar trokitje nga askush. Absolutisht. Unë i përkulem, po e them, kontributit të heshtur të grave, të nanave tona, se mendoj që për shkak të rrethanave të kohës në cilën kemi jetu, ju kemi hyrë hak, edhe nuk ju kemi duar trokit mjaftueshëm, edhe unë shpesh në mëngjes, sepse zakonisht e tras në telefon çdo mëngjes mamin, edhe babin, mamin më shumë, për shkak, po e them, gjithmonë menoj që pesha e sakrificës ka qenë e madhe për të dytë, pa dyshim, po bara e familjeve tona ju ka ra më shumë t'i grave, edhe e tras mëngjes për me ndje që me pasje ka fillu ditën, është lodh. Është shumë e çuditshme nana tona që në kur kur kanë pas hall, as kur kanë pas dhimbje. Dhe të njëjtën e ndje edhe tash mami ka kalu të 70-at edhe kur njëherë unë nuk e ndëgjoj të thonë jam lodh, jam smut, kam një dhimbje, nuk jam mirë me disponim, gjatë që nuk e vrej tek gjenerata jonë. Edhe një ditë këtu folë muhabet me motrat, thash, na kam su keq. Në kuptimin na kam su keq, sepse kur njeriu nuk ankohet, pastaj nuk ke edhe gatishmërinë e tjerëve për me u afru, me të mbështet, ajo ka qenë e fortë dhe mbetet e fortë, mbetet e tillë qysh unë e kam njoft prej moshës saj të re, nuk e kam dëgju kur të anku, po e kam dëgju për kushtimin e saj me të shty, me të mbështet, me të gjithmonë. Edhe atëherë kur kam thënë që s'muj e bëj këta, nana ka qenë ajo që më ka thënë filloje, e shohim gjatë rrugës qysh po shkon, edhe absolutisht falenderuese për me saj krejt nanave të jashtëzakonshme të vendit tonë, grave të jashtëzakonshme të vendit tonë, që nuk kanë rresht të sakrifikuni për çdo gjë, sidomos për familjet e tyre, për punën e papagune që ato e bajnë për herë, edhe për lavdin e pakt që ato e marrin, sepse nuk kanë aplaudim, nuk kanë shumë, po e them, mburje, por e bëjnë heshturazi dhe me përkushtim të madh. Gjergj, jemi në fund të kësaj interviste dhe nga ty duaj një mesazh për fund për gjitha familjet tona, për gjithë shqiptarët, për gjithë ata që ndoshta ndjehen sikur jeta e tyre sot po përfundon dhe ndoshta një mesazh joti sa do pak mundet me i motivu. Absolutisht, unë po them secila familje duhet ta gjejë mbështetjen tek e para tek angazhimi, forca dhe energjia. E thash, ne jemi njerëz dhe kemi ditë tona të zymta, ditë tona të lumtura, po fakti që jemi pjesë e jetës dhe fakti që jetojmë sot në Kosovën shtet të pavarur e sovran, na obligon që t'i mbështesim shumë fëmijët tanë. E veçanërisht t'i mbështesim shumë vajzat. Unë e di që Kosova viti 2026 dallon prej viteve të studimeve të nanës të familjeve tona, po ende vrej që kemi shumë nevojë për t'i suportu, për t'i mbështet, për të mos e ndajë rrugtimin e tyre, për t'i bërë edhe më të forta, për t'i bërë edhe më të pavarura.
për t'i bërë edhe me zonjat në profesione ku ato janë. Dhe vetëm ndonjëherë për t'i thënë që jam këtu për ty. Dhe shumë familjeve në Kosovë sot ju kërkoj që nuk mund t'jetë mbase kërkesë, po si një nanë që rriti një djalë dhe një vajzë, ti mbështesin barabartë. Mundohen që ti mbështesin të dytë në mënyrë të barabartë, që shoqëria jonë t'jetë më e mirë, më e mbarë dhe natyrisht më e barabartë në të ardhmen. Mirë, shumë kënaqësi që të kisha sonte në emisionin Zgjohu. Faleminderit për gjitha këto histori, këto emocione, këto mesazhe kaq të bukura që i përcjellë për publikun. Faleminderit dhe juve, kënaqësi, shumë kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, pra arritëm në fund të këtij emisioni dhe falenderoj ata që e bëjnë të mundë realizimin e këtij emisioni Klinikën Gjermane të Syre. Ne shihemi të mërkurën tjetër në të njëjtin orar këtu në platformat e Infokusit në orën 20 me musafir shumë special, si gjithmonë me surpriza po kaq të bukura. Nga ona e mirë, mirëmbeshje, shihemi javën tjetër.